Të dashur dëgjues të Radio Son, sot do të ndalemi në një varg shumë të thellë të shkrimit të shenjtë. Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse prej saj burojnë burimet e jetës. Kjo nuk është thjesht një këshill e zakonshme, por një thirrje shpirtërore që prek vetë thelbin e jetës së njeriu, sidomos në kohën moderne ku jetojmë. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi. Sot njeriu kujdeset shumë për jashtë, për pamjen, për trupin, për suksesin dhe për atë që shihet nga të tjerët. Por shpesh harron të ruajë atë që është më e rëndësishmja, zemrën e tij. Kur kisha flet për zemrën, nuk flet vetëm për ndjenjat, por për qendrën e brendshme të njeriut. Aty ku lind mendimi, vendimi, dashuria, paqja ose trazimi. Dhe nëse kjo qendër nuk ruhet, atëherë dhe jeta e jashtme fillon të humbas drejtimin. Në kohën tonë, shumë të rinj jetojnë me shumë zhurmë në mendje dhe në shpirt. Rrjetet sociale, telefoni, krahasimet me të tjerët dhe presioni i botës moderne e mbushin zemrën me ankth, pasiguri dhe boshllok. Shumë njerëz duken të lumtur nga jashtë, por brenda tyre ndihen të vetmuar dhe të lodhur. Kjo ndodh sepse zemra e tyre nuk është e mbrojtur dhe ushqyer me gjërat e duhura. Kisha na mëson se zemra e njeriu është krijuar për Perëndin. Asgjë materiale nuk mund ta mbush plotësisht atë. Njeriu mund të ketë sukses, para, famë apo kënaqësi, por nëse zemra e tij është larg Perëndis, ai përsëri ndjen zbrasti. Sepse zemra gjen paqe vetëm kur është e lidhur me krijuesin e saj. Shën Agustini e shprehinte këtë të vërtetë shumë të bukur, kur thoshte se zemra e njeriut nuk gjen preje derisa të pushojë tek Perëndia. Dhe kjo është diçka që e shohim çdo ditë. Njeriu kërkon paqe në shumë vende, por e gjen vetëm kur kthehet tek Zoti. Një nga problemet më të mëdha të rinisë sot është ndikimi i vazhdueshëm i botës së jashtme në zemër. Njeriu fillon të krahasohet, të ndihet më pak i vlefshëm, të kërkojë aprovimin e të tjerëve dhe të jetojë për pamjen e jashtme. Por kisha na kujton se vlera e njeriut nuk varet nga ajo që shohin të tjerët, por nga fakti që ai është krijuar sipas ikonës së Perëndis. Kur njeriu e harron këtë, zemra e tij fillon të plagoset dhe të humbas paqen. Prandaj, ruaje zemrën tënde do të thotë të jesh i kujdesshëm me atë që lejon të hyjë brenda saj, sepse çdo mendim, çdo fjalë, çdo imazh dhe çdo ndikim lë gjurmë në shpirt. Nëse njeriu ushqen zemrën me zemërim, smir, krenari apo papastërti, atëherë zemra bëhet e rëndë dhe e errët. Por nëse e ushqen me lutje, me fjalën e Perëndis, me dashuri dhe falje, atëherë zemra bëhet e qetë dhe e ndriçuar. Shpesh njerëzit kujdesen shumë për trupin, por pak për shpirtin. Ushqejnë trupin çdo ditë, por harrojnë lutjen dhe lidhjen me Perëndin që ushqen shpirtin. Një zemër pa lutje fillon të ftohet, dhe njeriu fillon të humbas ndjeshmërinë shpirtërore, duke u bërë më i ashpër dhe më i mbyllur ndaj të tjerëve. Edhe Shën Porfiri na mësonte se njeriu nuk shërohet duke luftuar errësirën me urrejtje, por duke e mbushur zemrën me dritën e Krishtit. Kjo do të thotë se sa më shumë njeriu i afrohet Perëndis, aq më pak vend ka errësira në zemrën e tij. Në të njëjtën frymë, Shën Paisi theksonte se mendimet e këqija dhe shqetësimet e tepërta e lodhin zemrën e njeriut. Ai këshillonte që njeriu të ketë kujdes shpirtëror dhe të mos lejojë që mendja të mbushet me gjëra që e largojnë nga paqja e Perëndis, sepse kur zemra mbushet me trazim, njeriu humbet gëzimin dhe qetësinë e brendshme. Të rinjt sot janë veçanërisht të ekspozuar ndaj këtyre rreziqeve. Ata jetojnë në një botë ku gjithçka duket e shpejtë, ku suksesi kërkohet menjëherë dhe ku jeta e të tjerëve duket gjithmonë më e bukur në rrjetet sociale.
por kjo shpesh sjell krahasim, xhelozi dhe ndjenjë të pavlefshmërisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rinjt të kuptojnë se paqja e vërtet nuk vjen nga ajo që shohin jashtë, por nga ajo që kanë brenda zemrës së tyre. Kur zemra mbushet me Perëndin, njeriu fillon të shohë jetën ndryshe. Fillon të falë më lehtë, të mos zemërohet shpejt, të mos jetojë me frikë dhe të mos kërkojë vazhdimisht aprovimin e botës. Ai bëhet më i qetë, më i butë dhe më i dashur me të tjerët, sepse zemra e tij nuk është më bosh. Prandaj, ky varg i shkrimit të shenjtë është një thirrje për të gjithë ne. Ruajeni zemrën tuaj si një thesar të çmuar. Mos e lini të mbushet me errësirë, por mbusheni me lutje, me dashuri, me falje dhe me praninë e Krishtit, sepse nga zemra burojnë burimet e jetës, dhe kur zemra është e pastër, edhe jeta e njeriut bëhet e ndriçuar. Ola, shumë njerëz sot ecin në jetë me një buzëqeshje në fytyrë, por me një zemër të rënduar brenda. Nuk është gjithmonë e dukshme nga jashtë, por brenda shpirtit të tyre ka plagë të vjetra që nuk janë shëruar. Ka zhgënjime që nuk janë harruar, fjalë të rënda që kanë lënë gjurmë, tradhti që kanë thyer besimin, vetmi që kanë lodhur shpirtin dhe frikë që e shoqëronin njeriu çdo ditë. Dhe kur këto plagë nuk i dorëzohen Perëndis, ato fillojnë të rëndojnë gjithmonë më shumë zemrën e njeriut. Kisha ortodokse na mëson se zemra nuk shërohet thjesht me kohën, por me hirin e Perëndis. Koha vetëm mund të mbulojë dhimbjen, nuk e shëron atë. Shërimi i vërtet fillon kur njeriu afrohet me Krishtin, kur hap zemrën në lutje dhe mëson të falë, sepse falja është ilaç shpirtëror. Kur njeriu mban urrëtie, ai në të vërtet e dëmton veten më shumë se sa tjetrin. Po kur fal, ai fillon të lirohet brenda shpirtit të tij. Shon Profiri thoshte se njeriu shërohet kur e lë zemrën e tij të pretë në dashurinë e Krishtit. Ai nuk e shin dashurimin shpirtëror si një betejë të ashpër, por si një hapje të butë të zemrës ndaj Perëndis, sepse kur Krishti hyn në zemër, errësira fillon të largohet. Prandaj të dashur dëgjues, nëse dikush mban brenda vetes plag, mos i fsheh ato në zemër si barë të përhershme. Çdo njeri ka nevojë të shërohet, dhe shërimi fillon kur njeriu nuk mbyllet në dhimbjen e tij, por e çon ato në lutje, në rrëfim dhe në besim tek Perëndia. Një zemër e plagosur nuk është fundi i jetës, por një thirrje për shërim. Dhe pikërisht, këtu lidhet një tjetër e vërtet shumë e rëndësishme, zemra dhe mendimet, sepse zemra e njeriut nuk plagoset vetëm nga ngjarjet e jashtme, por nga ajo që njeriu lejon të jetojë brenda mendjes së tij. Mendimet janë si fara. Nëse njeriu ushqen mendime negative, ankth, frikë, xhelozi apo krahasim me të tjerët, këto fara fillojnë të rriten dhe të errësojnë zemrën. Njeriu fillon të humbas paqen pa e kuptuar pse. Por nëse mendimet janë të pastra, të qeta dhe të drejtuara drejt Perëndis, zemra fillon të ndriçohet. Kur njeriu mendon me lutje, kur e kthen mendjen tek e mira, tek falja dhe tek mirënjohja, atëherë zemra bëhet më e lehtë dhe më e qetë. Gjithashtu, etrit e shenjtë të kishës na mësojnë pikërisht këtë kujdes shpirtëror që quhet vigjilencë e zemrës. Ata thonë se njeriu duhet të ruajë mendimet e tij si një roje që ruan një portë, sepse jo çdo mendim duhet të lejohet të hyjë në zemër. Ka mendime që sjellin paqe, por ka edhe mendime që sjellin trazim, dhe njeriu i urtë mëson t'i dallojë ato. Shën Paisi këshillonte njerëzit që të mos i ushqejnë mendimet e këqija, por t'i kthejnë ato menjëherë në lutje. Ai thoshte se nëse njeriu i lë mendimet negative të qëndrojnë gjatë në zemër, ato bëhen barë dhe errësirë. Por nëse i largon me lutje dhe besim, zemra mbetet e pastër dhe e qetë. Të dashur dëgjues, kjo është shumë e rëndësishme sidomos për të rinj sot, sepse sot mendja është gjithmonë e mbushur me informacione, imazhe dhe krahasime. Dhe nëse njeriu nuk ka kujdes, zemra e tij fillon të lodhet pa e kuptuar. Prandaj është e domosdoshme që të ketë momente qetësie, lutjeje dhe largimi nga zhurma e tepërt, që zemra të marrë frymëlirisht.
Në fund, le të kuptojmë këtë të vërtetë të thjeshtë. Zemra e plagosur shërohet me dashuri dhe zemra e trazuar qetësohet me lutje. Kur njeriu ja dorëzon zemrën e tij Perëndis, atëherë fillon shërimi i vërtet dhe jeta merr një drejtim të ri, më të qetë, më të ndriçuar dhe më afër Krishtit. Të dashur dëgjues, dua të ndaj me ju një histori shumë të bukur nga jeta e etërve të shenjtë, që lidhet drejt për drejt me zemrën e plagosur dhe shërimin e saj. Në jetën e Shën Makarios i Egjiptit, tregohet një ngjarje shumë domethënëse. Një ditë, tek ai erdhi një njeri që ishte i rënduar shpirtërisht. Ai kishte bërë shumë gabime në jetën e tij, dhe zemra e tij ishte plot faj, dhimbje dhe dëshpërim. Nuk gjente paqe askund. Mendonte se Perëndia nuk do ta pranonte më dhe se jeta e tij nuk ishte më shpresë. Kur u takua me Shën Makariosin, ai hapi zemrën dhe i tregoi gjithçka që rëndonte. Ai priste ndoshta një qortim të ashpër, por shenjti e dëgjoi me qetësi të madhe dhe me butësi shpirtërore. Pastaj i tha diçka shumë të thjeshtë, por shumë të thellë. Mos e dëshpëro zemrën tënde. Nuk ka plagë që mëshira e Perëndis nuk mund ta shërojë. Pastaj, i shenjti i tregoi se njeriu nuk duhet të mbetet i mbyllur në të kaluarën e tij, por duhet të ndriçojë zemrën në pendim dhe në lutje. Ai tha se Perëndia nuk e refuzon atë që kthehet me sinqeritet, por e pranon me dashuri më të madhe se sa njeriu mund ta imagjinojë. Ai njeriu largua nga i shenjti me zemër të pastër. Nuk ishte më i njëjti njeri i dëshpëruar, jo sepse e kaluara e tij u fshi menjëherë nga kujtesa, por sepse zemra e tij filloi të shërohej nga shpresa. Ai kuptoi se plagët e shpirtit nuk janë fundi i jetës, por fillimi i kthimit tek Perëndia. Kjo histori na mëson diçka shumë të rëndësishme për të gjithë ne. Askush nuk është i humbur për Perëndin. Zemra mund të jetë e plagosur, e rënduar, e lodhur, apo e mbushur me faj. Por kur njeriu afrohet me përullësi dhe lutje, Perëndia fillon shërimin e brendshëm. Shpesh njerëzit mendojnë se duhet të jenë perfekt për t'u afruar me kishën, por etrit e kishës na mësojnë të kundërtën. Njeriu nuk vjen tek Perëndia sepse është i pastër, por bëhet i pastër sepse vjen tek Perëndia. Prandaj, të dashur dëgjues, nëse dikush nga ju mban një zemër të lodhur ose të plagosur, mos u dëshpëroni. Ashtu siç na mëson Shën Makariosi, mëshira e Perëndis është më e madhe se çdo gabim njerëzor. Shkrimi i shenjtë na mëson: ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse prej saj dalin burimet e jetës. Kjo do të thotë se gjithçka që njeriu është në jetën e tij të jashtme, fillon nga brenda zemrës së tij. Dhe pikërisht për këtë arsye, zemra duhet ruajtur me kujdes të madh, sepse prej saj mund të dalin jo vetëm gjëra të mira, por edhe gjëra që i bëjnë dëm njeriut dhe të tjerëve. Kisha ortodokse na mëson se zemra është si një burim. Nëse burimi është i pastër, edhe uji që del prej tij është i pastër dhe i freskët. Por nëse burimi ndotet, atëherë edhe gjithçka që del prej tij bëhet e dëmshme. Në të njëjtën mënyrë, kur zemra e njeriut mbushet me gjëra të mira, ajo sjell paqe, dashuri dhe mirësi. Por kur zemra mbushet me errësirë shpirtërore, atëherë prej saj dalin mendime dhe veprime që lëndojnë jetën e vet njeriut dhe të tjerëve. Shpesh njeriu mendon se e keqja vjen vetëm nga jashtë, nga njerëzit e tjerë apo nga rrethanat e jetës. Por etrit e kishës na mësojnë se lufta më e madhe ndodh brenda zemrës së njeriut, sepse aty lind zemërimi, aty lind urrejtja, aty lind smira dhe aty fillon ftoja shpirtërore. Dhe nëse këto ndjenja nuk ndalen në kohë, ato rriten dhe fillojnë të ndikojnë në gjithë jetën e njeriut. Kur zemra mbushet me zemërim, njeriu fillon të humbas paqen. Ai nuk gjen më qetësi dhe shpesh i lëndon të tjerët me fjalët e tij. Kur zemra mbushet me urrejtje, njeriu fillon të shohë gjithçka me sy negativ dhe humbet aftësinë për të dashur dhe për të falur. Kur zemra mbushet me smir, njeriu nuk gëzohet më për të mirën e tjetrit.
por hidhërohet brenda vetes. Dhe kur zemra mbushet me krenari, njeriu nuk pranon më as këshill, as korrigjim. Dhe kështu largohet gjithnjë e më shumë nga paqja e Perëndis. Prandaj, kisha në thërret të jemi vigjilent me zemrën tonë. Sepse ajo që lejojmë të hyjë brenda saj, një ditë do të dalë jashtë në fjalët dhe veprat tona. Një zemër e paqet nuk mund të sjellë paqe. Një zemër e mbushur me urrejtje nuk mund të sjellë dashuri. Dhe një zemër e larguar nga Perëndia humbet dritën e brendshme që i jep kuptim jetës. Por lajmi i mirë i Ungjillit është se zemra nuk është e dënuar të mbetet në errësirë. Ajo mund të pastrohet dhe të shërohet. Kur njeriu e kupton gjendjen e zemrës së tij dhe i drejtohet Perëndis me lutje dhe pendim, fillon një ndryshim i vërtet brenda tij, sepse hiri i Perëndis ka fuqinë të pastrojë edhe zemrën më të rënduar. Shën Joan Gojardi na mëson se njeriu duhet të ruajë zemrën e tij si një qytet të shenjtë, sepse nëse armiku shpirtëror hyn brenda, ai fillon të shkatrojë paqen e brendshme. Ai thekson se fjalët e këqija, mendimet e liga dhe zemërimi fillojnë së pari në zemër. Prandaj, aty duhet të bëhet lufta më e madhe shpirtërore. Edhe Shën Paisi thotë se njeriu duhet të ketë kujdes të madh me mendimet e tij, sepse mendimet e këqija, nëse i mban gjatë, kthehen në gjendje të zemrës, dhe kur zemra e rrësohet, atëherë edhe jeta e njeriut humbet paqen dhe gëzimin. Të dashur dëgjues, duhet të kuptojmë se zemra jon është burimi i jetës sonë shpirtërore. Prandaj nuk duhet të lejojmë ato të mbushet me urrejtje, me fjalë të rënda, apo me mendime që na largojnë nga Perëndia. Sepse çdo gjë që mbjellim në zemër, një ditë do të korret në jetën tonë. Nëse mbjellim paqe, do të korrim paqe. Nëse mbjellim dashuri, do të jetojmë në dashuri. Nëse mbjellim urrejtje, do të vuajmë nga urrejtja vet. Prandaj, ruajtja e zemrës nuk është thjesht një këshill, por një mënyrë jete. Të dashur të rinj që na dëgjoni, ndërsa po i afrohemi fundit të këtij emisioni, dua ta mbyllim me një mesazh. Ju jetoni në një kohë të shpejtë, me shumë zhurmë, me shumë mundësi, por edhe me shumë kërkesë në shpirt. Sepse ju kërkohet të jeni të fortë nga jashtë, të dukeni të suksesshëm, të jeni gjithmonë në hap me botën. Por askush nuk ju tregon sa e rëndësishme është të jeni të pastër dhe të qetë brenda zemrës suaj. Mos lejoni që zemra juaj të mbushet vetëm me ankth, krahasim, zemërim apo boshllëk. Sepse një zemër e mbushur me këto gjëra, edhe kur duket e fortë nga jashtë, brenda saj lodhet dhe plagoset. Kujtoni gjithmonë se nga zemra burojnë burimet e jetës. Pra ajo që ruani brenda vetes, do të përcaktoj edhe jetën tuaj nesër. Ruajini zemrën tuaj si një dhuratë të çmuar. Mos ja jepni lehtë çdo mendimi të keq, çdo fjalë të ashpër apo çdo ndikimi që ju largon nga paqja. Mësoni të ndaleni, të mendoni, të luteni dhe të mos lejoni që zemërimi apo nxitimi të vendosin për ju. Jeta juaj nuk është vetëm ajo që shohin të tjerët. Ajo që ka më shumë rëndësi është ajo që ndodh brenda jush. Një zemër e pastër, edhe në një jetë të thjeshtë, është më e pasur se çdo sukses pa paqe. Sepse paqja e zemrës nuk blihet, nuk merret nga bota, por dhurohet nga Perëndia. Prandaj mos harroni të kujdeseni për shpirtin tuaj. Lutuni, kërkoni falje kur gaboni dhe mos u dorëzoni kur zemra ju rëndohet. Çdo zemër mund të shërohet, çdo shpirt mund të ngrihet përsëri kur njeriu i hap derën Perëndis. Të dashur dëgjues, ju falenderojmë që na ndoqët në këtë emision. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Të dashur të rinj, ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet tona javore, të cilat zhvillohen pranë Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Ditën e hënë, ora 18, organizohet studimi biblik, me qëllim thellimin e njohjes mbi shkrimin e shenjtë
dhe forcimin e jetës shpirtërore. Ditën e njëjtë, ora 18, zhvillohen takime me tema shpirtërore, me pjesëmarrjen e të ftuarve të ndryshëm, të cilët trajtojnë çështje të rëndësishme për jetën dhe formimin e të rinjve. Ditën e diel, pas përfundimit të liturgjisë hynore, organizohet takimi i të rinjve tek salla e rinisë, ku zhvillohen biseda dhe aktivitete shpirtërore dhe sociale. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë të rinjt. Jeni të mirëpritur. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.